Finale në Prishtinë, Zvicra dhe Kosova drejt një fundi dramatik. Gjithçka mund të vendoset në Prishtinë, një finale që askush se kishte imagjinuar në fillim të kualifikueseve. Barazimi pa gola i Zvicrës ndaj Slovenisë ka komplikuar rrugën e saj drejt kualifikimit, ndërsa fitoria 1-0 e Kosovës ndaj Suedisë në Göteborg ka rritur ndjeshëm shpresat për një garë të fortë mes dy ekipeve. Nëse Zvicra nuk fiton ndaj Suedisë dhe Kosova mposhtë Sloveninë, finalja do të luhet me 18 nëntor në Fadil Vokri. Jakin thotë se nuk kanë frikë, por pranon se Kosova është e fortë në shtëpi dhe e vështirë për të mposhtur. Gjaka thotë se gjithçka është në duart e tyre, ndërsa Freuler shpreson të shmangin një ndeshje vendimtare në Prishtinë. Stadiumi Fadil Vokri mbetet një terren sfidues për çdo kundërshtar dhe Kosova po kërkon historinë përballë një rivali të madh. A do të shohim një finale epike në Prishtinë? Jepni mendimin tuaj në hapësirën për komente.